Në gusht të vitit 2019, adoleshenti Tyrion Pryor po ecte në parkingun e një dyqani ushqimor në Independence, Missouri, kur diçka i zuri syrin. Ai dalloi një grua të moshuar, që po luftonte me vështirësi për të menaxhuar qeset e saj të pazarit mes makinave të parkuara. Pa u ndalur për të menduar, ai vrapoi drejt saj, duke hequr xhaketën e tij rrugës. Ajo që Tyrioni nuk e dinte, ishte se një oficer policie aty pranë po vëzhgonte çdo lëvizje. Oficeri Joe Holt kishte qenë i ulur në makinën e tij të patrullës, duke bërë një pauzë të shkurtër për të ngrënë diçka, kur vuri re Tyrion duke nxituar drejt gruas. Por ishte ajo që bëri adoleshenti më pas që e rrëmbeu vërtet vëmendjen. I befasuar nga ajo që sapo dëshmoi, Holt e ndoqi Tyrionin teksa ai kthehej te automjeti nga i cili kishte ardhur. Nëna e tij ishte brenda dhe Holt ju afrua për t'i treguar asaj çfarë kishte parë. Ajo nuk u habita as pak, ishte thjesht kush ishte djali i saj. Megjithatë, momenti e preku atë dhe ajo e gjeti veten duke lotuar, por oficeri Holt nuk ndaloi me aq. Më herët, ai kishte arritur të shkrepte një foto të shpejtë të tyrit, teksa ndihmonte gruan. I dëshiruar për ta ndarë atë moment, ai e postoi foton në Facebook, duke treguar adoleshentin në veprim. Postimi u përhap shpejt në internet dhe së shpejti Holt kuptoi se duhej ta gjente atë djalosh. I vetmi problem, ai nuk ja dinte emrin. Kështu, ai u drejtua njerëzve të internetit për ndihmë, duke postuar: "A e njihni atë?" Holt punonte për departamentin e policisë në Independence, lindje të Kansas Cityt. Megjithse kishte përvojë si policë dhe akses në burimet e departamentit, gjetja e adoleshentit nuk do të ishte e lehtë. Independence ka një popullsi të rreth 120.000 banorësh, dhe pasi Holt nuk kishte marrë emrin e adoleshentit apo të nënës së tij, ndihej sikur po kërkonte gjelpën në klejt. Fatmirësisht, gjërat morën një kthes të re kur historia filloi të qarkullonte online dhe madje goditi lajmet kombëtare. Nuk vonoi shumë derisa dikush telefonoi për të ndihmuar. Një antar i familjes së djalit kontaktoi departamentin e policisë dhe u dha emrin që Holt po shpresonte: Tyrion Pryor. Kur morën vesh se pse oficeri e kërkonte, sigurisht u ndije si një zgjedhje krenare dhe e lehtë për të bërë atë telefonat. Sipas Neighborhood Scout, shumë nga krimet në Independence janë të lidhura me pronën, gjëra si vjedhja e makinave, thyrjet e banesave dhe plaçkitjet. FBI madje e rendit qytetin si një nga vendet me shkallën më të lartë të makinave të vjedhura në vend. Njërësisht, Independence gjithashtu ka një shkallë të lartë të krimit të dhunshëm në Shtetet e Bashkuara, bazuar në të njëjtat raporte. Oficeri Holt punonte për këtë departament që në gusht të vitit 2018, por edhe me të gjitha mjetet, gjetja e djaloshit ishte një sfidë. Fatmirësisht, ndihma erdhi pikërisht kur duhej. Dikush hodhi përpara dhe djaloshi u identifikua si Tyr Pryor. Siç doli më vonë, një antar i familjes së tij telefonoi policinë për të thënë: "Ai është djali jon." Departamenti i policisë në Independence ka pak më shumë se 200 oficerë të autorizuar. Misioni i tyre është i qartë: të mbrojnë jetën e pronën, të mbështesin lirinë personale, të reduktojnë krimin dhe të ndërtojnë raporte të forta me komunitetin. Ajo pjesa e fundit, për të ndërtuar besimin, i ra ndërmend Holtit në atë ditë të gushtit. Policët në Independence sigurisht punonin me turne të gjata 12 orarëshe, kështu që nuk ishte çudi që Holt u rit dhe vendosi të ngrënte gjithçka. Ai ndaloi në një dyqan, Hy-Vee, një zinxhir i njohur në 8 shtete të mesperëndimit. Ai dyqan kishte brenda edhe pika ushqimore, si një vend i vogël kinez dhe një banak italian. Por edhe duke pushuar, instiktet e policit ishin të mprekta. Sytë e tij skanonin parkingun. Atëherë, diçka përtej parkingut i tërhoqi vëmendjen. Për të krijuar një pamje më të qartë, atë ditë po binte shiji i rrëmbyeshëm. Ai pa djaloshin, që më vonë u konfirmua si Pryor, duke vrapuar në parking ndërsa po hiqte xhaketën e tij. Ishte një gjë e çuditshme për të parë në një stuhi shiu kur shumica e njerëzve do ta vishnin xhaketën, por Pryor nuk ishte i vetmi atje jashtë në shi. Një grua e moshuar po ecte ngadalë drejt makinës së saj, krejtësisht të pambrojtur dhe qartazi duke luftuar. Holt qëndroi në makinën e tij dhe shikoi teksa Pryor shkonte drejt saj. Ajo që bëri adoleshenti më pas e la Holtin vërtet të prekur. Holt shkroi në Facebook: "Sot përjetova diçka që më ktheu pak pas." Ai vazhdoi: "Me gjithë urrëtitjen e nxitur nga ngjyra, besimi, preferenca seksuale apo raca, kjo vërtet më tërbon. Pse? Sepse shmica bazohet në ato që lexojnë në gazeta,
jo në përjetime personale. Ajo që Holt sapo dëshmoi, ishte një akt i vogël, por i fuqishëm, i bërë pa asnjë interes. Siç e shpjegoi oficeri, ky djalosh i zi doli nga makina e tij ndërsa binte shi i rrëmbyeshëm, heqi pallton e tij rrugës dhe mbrojti këtë grua të moshuar nga ambienti deri në makinën e saj. Ajo që i bëri përshtypje ishte se sa natyrale bëri Pryor këtë gjë, pa u mbahur, pa hezitim dhe pa nevojë për të shpjeguar veten. Erdhi drejt nga zemra. Kur Pryor u kthye te makina, Holt e ndoqi. Nëna e djalit, Ebony Finlay, në fillim u friksua kur e pa oficerin. Ajo mendoi se kishte bërë diçka të gabuar, por kur Holt i tregoi çfarë kishte bërë i biri, ajo nuk i mbajti dot lotët. Në një intervistë për Fox 4 News, Holt tha: "Isha totalisht i mahnitur, nuk mund ta lija të kalonte pa vënë re." Oficeri i tha nënës se kishte bërë një punë të mahnitshme me të birin. Ai shtoi: "Ky fëmijë nuk donte t'ja dinte për racën apo mëngjyrën, e vetmja gjë që i interesonte ishte të ishte i mirë." Foto që ai shkrepi bën një fenomen botror. Arriti deri në New York dhe Kanada, duke marrë mira pëlqime dhe shpërndarje. Holt e mbylli postimin me një notë personale. Djalosh, nëse më sheh përsëri në rrugë, ky njeri të ka borxh një darkë, dhe nëse ke nevojë për diçka, unë do të vrapoj te ti. Dhe oficeri Holt nuk ishte nga ata njerëz që i hidhte fjalët në erë. Ai e mbajti premtimin deri në fund. Së bashku me Tyrionin dhe nënën e tij, Ebony, ata ulën në një tavolinë te Red Lobster. Por ajo nuk ishte thjesht një darkë falas. Ishte një takim mes dy botëve. Një moment ku një uniform policie dhe një adoleshent thyen çdo barierë që shoqëria shpesh vendos mes tyre. Gjatë asaj darke, Tyrioni foli me një thjeshtësi që të thyente zemrën. Ai shpjegoi: "Unë i kam bërë këto gjëra që kur isha i vogël, nuk mendohem dy herë, thjesht ndihmoj." Atë ditë, ajo zonjë dukej se kishte vërtet nevojë për mua. Jam rritur me idenë se duhet bësh të drejtën pa marrë parasysh racën, apo çdo gjë tjetër. Por pas kësaj buzëqeshjeje dhe mirësie, fshihej një histori më e thellë. Nëna e tij, Ebony Finlay, me sytë që i shkëlqenin nga krenaria, tregoi se si jeta nuk ishte gjithmonë e lehtë për të birin. "Ai është drita ime, është djali im i madh, por për mua do të mbetet gjithmonë bebja ime", tha ajo për Daily Mail. Tyrioni ka vitiligo, një gjendje që i lë shenjat bardha në lëkurë. Ne e dim mirë se sa mizor mund t'jenë fëmijët dhe njerëzit ndonjëherë, sa shumë mund të paragjykohet dikush që duket ndryshe. Prandaj, të shohësh gjithë këtë dashuri dhe mesazhe pozitive nga e gjithë bota, ka sjell një gëzim të papërshkrueshëm në shpirtin e tij. Ajo tregoi se si Tyrioni e thith jetën dhe mësimet si një sfungjer. Ai nuk është i mirë vetëm kur dikush e sheh. Është ai që korr barin e fqinjve pa u përkuar. Ai që mban qeset e rënda të çdo të moshuari që takon. Ai që nuk pret falenderime. Dhe mirësia u kthye pas si një bumerang. Në një kthes të pabesueshme të fatit, dykani Hy-Vee, pikërisht vendi ku ai u lag në shi për të ndihmuar një të huaj, i ofroi atij një vend pune, një shpërblim i merituar për dikë që e vendos tjetrin para vetes. Sot, Tyrioni nuk është më thjesht një djalë në një parkim, ai është zë frymëzimi. Ai viziton shkollat e zonës së Independence, duke u qëndruar përballë nxënësve të klasave të 4-ta dhe të 5-ta, duke i parë në sy dhe duke u thënë: "Besoni në veten tuaj, ndiqni qëllimet tuaja." Mesazhi që ai na la të gjithëve atë ditë nën shi mbetet i skalduar. Nuk ka rëndësi kush është personi përballë teje, thjesht bëj atë që ti e di në zemër se është e drejtë. Nëse kjo histori ju ka prekur zemrën dhe ju ka kujtuar se mirësia ekziston ende, mos harroni të bëni like, ta ndani këtë video me miqtë tuaj dhe të bëni subscribe për më shumë histori që na bëjnë të besojmë te njerëzimi. Faleminderit që shndruat me ne dhe mos harroni, bëhuni ju xhaketa e dikujt në një ditë me shi.